Kur Izraeli dështoi të arrinte objektivat e tij ushtarake në Gaza, SBA ndërhyri me të quajturin marrëveshje të Gazës, duke prodhuar një anëpushim të brisht që i lejoi Izraelit të vazhdojë qëllimet e veta me mjete të tjera. Rezultati është një përmbysje rolesh. Trump u bë më i popularizuar në Izrael sesa vetë Netanyahu, duke ringjallur imazhin e SBA-s si fuqi vendimtare. Përplasja e dukshme midis dy vendeve nuk ka të bëjë me vlera, por me kontroll. Kush e drejton anijen izraelite? Tel Avivi apo Washingtoni? Shkruan Barud. Kjo mbetet lart një ndryshimi të vërtet kursi. SBA-ja këmbgul të menaxhojë të ashtu quajturin konflikt izraelito-palestinez përmes prioriteteve të veta politike, që në thelb janë të përputhura me ato të Izraelit, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, burimin e vetëm të ekuilibrit dhe objektivitetit. Washingtoni siguron që harta e së ardhmes së rajonit, pavarësisht mosmarrveshjeve të herpashershme, të mbetet plotësisht në duart e Izraelit dhe SBA-s, vlerëson Barud. Një politikë e tillë nuk do të sjellë as paqe, as drejtësi, por do të ringjallë ciklin e njëjtë të dhunës izraelite. Edhe pse bombardimet në Gaza janë ngadalësuar përkohësisht, dhuna tashmë po shpërthen në bregun perëndimor të pushtuar.